Po e fillon nga Batoni me që është në lidhje direkte, Skype ishtë mbyllur zonja zotëri, nuk e dija. Eno ma tha sot. Po. Mos e dija Skype ishtë mbyllur. Në datën... Si që është Batoni. Baton ti e lidh tani me Viber apo jo? Me Viber e lidhur? Është një... Jo, është një platformë tjetër. Është një link tjetër. Një platformë tjetër. Që e pak zërin e Batonin në studio Ledios, se e dëgjojmë shumë keq. Baton, po e filloj, do ta filloj nga, më mbi ta fillojmë nga Bushati, se pak kjo ka qenë tezë Bushati që ka përmendur në çdo emision që është Bushati, unë e dëgjoj, dhe kjo që dhe arsyeja sepse doja ta kishim sot në studio në fakt, ta shohim nga një këndvështrim tjetër, nga zonë e lirë. Kështu ideja fjalën Bushatit të parë, pastaj Batonit dhe pastaj do të kuptoj Marsitin dhe Sebastianin. A do jepni një përgjigje të prerë, të krijojmë pra të vendosim një premisën para se të bëjmë debatin? Po me që Bushati e ka tezën e vetë që e uluret me të madhe, këto nuk janë zgjedhje, janë votime, le të pyesim Bushat, të lutem, ma elaboro, pse ti thua që këto janë zgjedhje, që këto nuk ishin zgjedhje të 11 maj, po janë votime. 1, 2, 3, 4 që keti zakon me pika. Sepse e para ku ndahen zgjedhjet nga votimet. Të votosh, do me thënë të gjithë se cilit shkoj të hedhja të fletën aty. Të zgjedhësh, do me thënë të kesh në dorë për të ndruar diçka. Kjo mundësi, them unë, qytetarëve shqiptar janë zhveshur nga kjo mundësi. Pra, thjesht bëjmë fasadën, si që kemi pas votuar para 90-ës, shkoj me edhim fletën, por ne nuk kemi me votën tonë më të drejtë të ndrojmë asnjë. Ku duket kjo? Nuk po them gjën më të thjesht, raporti OSB Odirit që thotë zgjedhjet ishin pa barabarta, mediat luftonin vetëm për të njëjtën palë, vota u ble etj. Ka më tej. Kush është më tej? Atë që ju e diskutuat dhe pak përpara. Do me thënë, në qoftë se kap dhe lexon dosjen e troplinëve në Durrës, ti kupton që këtu nuk ka zgjedhje. Do me thënë, një bandë kriminale vendos për një qark të caktuar, si do jetë rezultati, zgjedh një deputet caktuar i cili arrin dhe 18.000 vota, dhe jo vetëm kaq, se fenomenet tilla kanë gjithë botën, por policia është inaktive, Spaku është inaktiv, pra i gjithë sistemi punon për deformimin e votës. Po t'i shtosh këtyre pastaj, ato që ndodhen para fushatës, mediat të gjitha 90% të audiencës janë buri propagandistike të regjimit. Ne kaluam një fushat ku në 90% të studiove nuk u diskutua një herë të vetme një temë shumë e thjeshtë që duhet të jetë thelbi i çdo fushate. Ore, si na ka qeverisur Rama këto 4 vjet? Çfarë nuk diskutohet, çdo bëj opozita, do të voton opozita, vetëm që jam e thjeshtë, kjo nuk diskutohet. Pra, po t'i kapësh të gjithë komponentët, media, kundër pushtete, përveç medias që kuptoj dhe sistemin e drejtësisë, gjykata, prokurori, lidhje me krimin, para të zeza që prap ne tregon dosja Troplini, këtu nuk ka asnjë gjë për zgjedhjet lira të barabarta të ndershme, këto që janë kriterë. Po për një sekond, para se të Batoni, kundërshtarët e kësaj teze që ke ti, thonë atëre si ka mundësi që partitë e vogla, të reja, do me thënë, arritën të marrë rreth, sa arritën ata? 70.000 Adriatik, 110.000, 150.000 gati. Jo, jo 150, mos exagjeroj, nuk e fut PSD, nuk e quaj partitë të vogla. 170.000 kanë marrë. Bashkë me Tom Doshin, thua ti, Baton. Po, me gjithë po. Unë nuk e quaj Tom Doshin. Tom Doshi ishte fenomen vete që duhet studiuar, duhet të jetë sociolog, të si tjetër gjë. Unë po flas për partitë ky, Sheaj, Lapaj ky. Dhe mundësia. Dhe edhe mundësia. Po pra, Sheaj, Lapaj dhe ky tjetri thuaje. Qori. Pra unë them për këta ja ku janë vota se po i nxjerr Ledio. Tani si morën këta më Bushat? Qofse janë votime. Dhe prap, si arritët të marri prap 520.000 vota, prap Berisha, thonë kundërshtarët e tu, si përgjigjesh? Se kjo nuk ka asnjë rëndësi, kjo sa morën këta të vejlit. Se këtu votuan, thot dikush, që 500.000 për Berishën. Ta njerëz ishin të lirë, thot dikush, kishin të drejtë shkonin votim. Pikërisht pa. Po pse ta shpjegovaj që në fillim, çdo të thot të zgjedhësh. Të zgjedhësh do të thot të kesh pushtetin për të ndryshuar. Ky pushtet është vrarë në Shqipëri. Ty të lejojnë të votosh dhe për Partinë Demokratike dhe muaj që votova për Ti thua vjet një kufi. Por, në qoftë se
në një sistem vidhen 20-25% votave, është gjithmonë Rama në pushtet, këta tjera t'i ndajnë si dua. Kjo është kalmuar në Shqipëri, e drejta për rotacion, ndaj nuk janë zgjedhje, po është si një ndeshje e trukuar futbolli, që të thonë, po pse thua e trukuar, vërtet hëngre 6, po 2 gola i bëre, po 2 i bëra, po unë ba 6-2. Zoti Baton, fjala për ty. Janë zgjedhja për votime, si pas e Baton, të vendosin premisën njerë, para se bëjmë debatin. Që se mund Nuk manda... kam dilemën e këto janë... Këto janë zgjedhje, por në qenë se di apo ndëgjohem e mirë, që unë e kam një eho Dëgjoj shumë mirë. Dhomës këtu. Dëgjoj shumë mirë. Atër mirë. Po mundohen së qaroj, me qenë se gjuha Shqipe ka problem me disa nuanca të gjetjes e fjalëve, pra që se bota i ka te i kaluar këto, dhe më thanë lobimi, pastaj përfaqësimi, pastaj, mos i përmendi disa sinonime, ne të vetëm gjë që themi, vota është e manipuluar dhe korruptuar. Në të vërtet, kur nalesh në këto 2 fjalë, po, i jap drejt Bushatit që këtu ka një sistem të korruptuar zgjedhor dhe një sistem të manipuluar zgjedhor. Por jashtë kësaj, ky sistem i manipuluar dhe korruptuar vlen për të gjithë pjesëmarrësit. Prandaj, unë në asnjë mënyrë nuk pajtohem se Shqipëria spaku në këtë herë në vitin 2025 nuk ka pas zgjedhje reale. Normalisht që sistemi zgjedhor në Shqipëri dhe mënyra se si realisht vije deri te zgjedhja mund të flasim për arsye se kemi për një manipulim, edhe ky manipulim është serioz për arsye se fushatat për të kapur votuesin janë më të afta në kuptimin e manipulimit se sa në vendet tjera. Çaj bjen ky koncept i manipulimit, që për ta mohuar këtë se në Shqipëri ka pas vetëm votim. Realisht, për një kohë gjatë, Shqipëria ose pushteti, ma mirë po them, ka ndërtuar kurthin e administratës, ose e ka krijuar vellon e administratës. Kjo vello e administratës, për shkak të mos besimit ndaj opozitës, pra që unë besoj Çani se administrata është një pjesë e saj është e pakënaqur për shkak të mungesës meritokracisë, për shkak të mungesës e zhvillimit, edhe për shkak të presionit brenda administratës për që vjen nga po themi kështu lobistit e jashtëm, ose ata që ndikojnë në administratën e Ramës, është e lodhur. Dhe për faktin që është e lodhur, ata nuk kanë mbështetje nga një koncept opozitar. Dhe fakti që koncepti opozitar është ma i vrazhd, është ma pak ide, dhe është ai i cili tek e fundit përfaqëson shumë pak, dhe është i ndërtuar në rrethin e militantëve, konsideroj që këtu ka qenë Gërçi dhe unë muj me thonë ma shumë se ka pas votime për opozitën e cila është një pjesë e saj e vjetër, kurse pjesa tjetër po fiton besimin dal nga dal, këto të cilat kanë hyrë në parlament. Kjo është arsyeja pse ka pas zgjedhje, por ka pas një sistem të gjatë manipulimi në një periudhë gati 2-3 vjeçare para zgjedhjeve, ose më mirë themi prej zgjedhjeve lokale e tutje. Do të thonë, kjo pikë Pra një sekund, Baton. Referente. Baton, sepse nuk e kisha menduar tani që duhet të pyes për të dekriptuar Batonin. Sepse këto që po thua tani ne kemi nevojë për të dekriptuar, nuk ishin aq thjesht gjitha kjo që bëre, ëh. Për një vërtet, nuk e di sa na ka kuptuar publiku me këtë që the ti, po ishte një gjë e çuditshme. Pra, kishte një kontradikt në duk mua, mbase kam gabim. Ti thua, jo janë zgjedhje, por ka pas manipulime. Tani nuk e kuptoj unë, o njëra o tjetra. Jo, unë e thash,
Jo, ditën kur votohet, Jo, nuk po flasim për atë ditë. Nuk ne. ka- Nuk flasim për atë ditë. ja, atëherë për- po flasim, nëse do me dekriptu, me qenë se gjuha Shqipe, Me afekt të. ose mas, po them, fjalori ynë, i ka shumë pak fjalë për të vendosur një etiket për votuesit dhe për zgjedhjet, vetëm themi manipulim dhe korruptim, unë them që këto dy fjalë, po t'i kishim shpjegu gjitha zgjedhjet në përbot, dhe po t'i themi që zgjedhjet janë të korruptura dhe të manipulura, ne do të ktheheshim viteve të gjallëta kur zgjedhjet janë matë në për gjitha vendet të botës. Ç'a i bie kjo? Që fjalori jon nuk është avancuar. Për arsye se në zgjedhje ka patronazhizëm, ka po themi lobim, ka po themi hyrje për bindje në familje, përdorjen e njohjeve për të votuar. Dhe këto janë normale. Unë po tham një shoqëni në shumicë i ka bindjet ideologjike dhe do ndryshimin kur vjen momenti. Unë mendoj që Shqipëria nuk e ka pas momentin për ndryshime, sepse s'ka pas për këtë votojnë. Pra, Baton e kupton më mirë, atë që Bushati quan manipulim të procesit zgjedhor, jo vetëm të ditës votimin, ti e quan patronazhim, inxhinierim, gjë që nuk ka lidhje totalisht me një gjë jo ligjore, thua ti apo jo? Po e quaj patronazhim, inxhinierim, po themi lobim, njohje, hyrje në familje, janë gjëra të cilat dhe ti këtë e quan dekriptohen ndryshe, nuk janë të lidhura me dy fjalë, se dy fjalë, manipulim dhe korruptim, janë fjalë të cilat janë dy fjalë që përdoren pa hyrë fare në detaje për shpjegimin, jo vetëm për këtë çështje. Këtu bëhet edhe për shpërdorim detyre, s'ka shpërdorim detyre, ka korrupsion. Këtu bëhet për shkarje të, do me thënë, ka shumë arsye për të sqaruar pse fjalori jonë është i varfër për gjëra të cilat njerëzit i kanë rregulluar me ligj. Me sense ne shumicën e gjërave nuk e kemi rregulluar me ligj. Na nuk kemi zyre për lobim. Shembull, çu ka bota në gjithë Evropën e të tjerë. Po na nuk kemi zyre të avokaturave të ndryshme për çështje civile dhe për çështje zgjedhore. Po themi, ne jemi mrapa të ky koncept. Prandaj fjalori jonë është i varfër dhe themi, po këto zgjedhje janë të manipulura, po këto zgjedhje janë të korruptura dhe këtu nuk ka zgjedhje, ka votime. Dhe unë e kuptoj që ky thjeshtësim, për ky thjeshtësim Bushati ka drejt, por unë mendoj që sistemi ka të drejt Bushati për të thjeshtësim sipas teje apo s'ka të drejt për ty, pra se nuk e kuptoj mirë. Jo, ka drejt ta thjeshtoj apo jo? Nëse i thjeshtojmë kështu në dy fjalë, korrupsion dhe manipulim, Bushati ka drejt, po nuk po provon me gjetë një zgjedhje tjetër, ose me zëru fjalë, se fjala shqipe me gjitha të, fjalori shqip ka ma shumë fjalë për këto gjëra. E kuptova, tani ishme i qartë, tani marrësit para se fjalën Bushati dhe Sebastianit, çka kishe për sqaruar Batonit? Po, është mbivendosje fushash, sepse Batoni e trajton si konstrukt lingvistik fenomenin ose faktin, dhe thotë që mungojnë mjetet operacionale, pra mungojnë fjalët e duar për të shpjeguar fenomenin. Dhe i dhan shembuj. Dhe kjo në këtë lloj forme, thotë ai, rëndon mbi situatën sepse është pejorative fjala që përdoret. Mirë, po unë duke qenë se jam avokat dhe merrem me çështje penale, edhe në avokatinë i përdorim këto teknika për të relativizuar një fakt. Për shembull, nëse një femër dënohet për prostitucion, ne mund të themi jo, është marrëdhënie me publikun, s'është prostitucion. S'është fjala e dur. Po kjo është relativizim. Çfarë ndodh? Marrëdhënie me publikun kjo? Po, me gjuhën moderne kështu e quajnë. Pyeta, nuk e di. Përdoret për relativizim dhe çfarë ndodh? Kur ti bivendos gjërave esencialiste, siç thotë Anti, që janë fenomene të caktuara më ndikojnë te vullneti i qytetarëve, nuk lejojnë që procedurat zhvillohet në mënyrë të drejtë, dhe ti mbivendos një fushë tjetër, e cila është konstrukti gjyqësor i fakteve, dhe mundohesh të relativizosh nëpërmjet konstruktit gjyqësor, e bën të vërtetën të ndihet sikur ti e ke gabim në mënyrë të saktë. Atë tha Batoni pra. Po pra, se Batoni këtë i thotë Andi. Ka të drejta Bushati, nëse ne e përdorni fjalën manipulim korrupsion. Po, dhe çdo fakt ta shpjegoj me një kështu anekdotë, çdo thotë ta Batoni e bën me qëllim të thuat apo e ka bindje? Ja, ta them argumentin dhe pastaj kuptohet. Ai bën me qëllim apo e ka bindje.
Ta kesh gabim në mënyrë të saktë Bertrand Russell, një nga filozofët më të mirë të gjuhës, dhe tipisht quhet ky? Bertrand Russell. Nga ishte ky? Anglez. Është filozof analitik I cili thoshte ne dim Russell. pak gjëra. Russell. Po ato pak gjëra që dim të themi saktë. Po. Dhe me studentët e vet dishepujt, kur bënte lëra fjalësh e kështu, I thot një nga dishepujve të vet, I thot një anekdotë, I thot kemi 3 gra, I thot në një stol. Dhe të 3 gratë thot kanë nga një kullore në dorë. Njëra I thot po e kafshon, njëra po e thith, tjetra po e lëpin. Cila nga këto të 3 I thot është e martuar? I thot ai normalisht ajo që po e thith sepse tregon me eksperiencë. E ke gabimin tha në mënyrë të saktë, sepse e martuar është ai që ka unazën. Dhe Batoni këtë lloj tash bivendosje fushë e bën tek faktet që e pandi. I thot jo, ti ke të drejtë që është ashtu. Po unazën thot e ka gjua. Kjo është problemi. Nuk na që ka regjia me çështje këtë. lingvistike. Bravo, pëlqeu shumë shembulli që mori ishte I thjeshtë për popullin, bravo. Tash Nuk është I Bernard Russell. Pse Baton? Pse s'është më shkurt fare Baton, se pastaj do të hap fjalën këtu në studio. Pse nuk është shembulli I Russellit? Jo, nuk është për arsye se këto gjëra janë të rregulluara me ligj në po themi në strukturën ligjore evropiane dhe amerikane. Ajo është konkurrimi I veprave penale zoti Axhiu. Kur e cilëson një fakt, që është për shembull vrasje mbi tentativë apo plagosje me dashje, a është korrupsion apo është përdorim detyre, kjo varet nga faktet dhe duhet futet në një operacion logjik. Para punës hajde të hyjmë te patronazhisë. Partitë politike në Evropë kanë lista detyre të patronazhisë. Na mundemi me thënë që Shqipëria ose pushteti I ka marrë nga listat shtetërore. Një sekond Baton, një sekond. Po jo mbaroj, po e tham patronazhistët pra. Të marrim me radhë. Patronazhistët po Batoni është normale, janë gjithë në Europë. Patronazhimi ose krijimi listave të votuesve deri në ditën e fundit dihen si në Amerikë si në Evropë, a diçka nuk dihet. Strukturat gri, të cilat në momentin e fundit e ndryshojnë një situatë për arsye se ato janë bërthamat që gjithmonë në qytetet e mëdha janë prej 10 dhe deri në 12% dhe ata nuk janë ngarkuar ideologjikisht. Ata shikojnë interesa, ata shikojnë bindje momentale dhe ata e shohin qeverisjen 4 vjeçare. Një sekond Baton, më ri këtu te ky argument. Bushat? Po. Tani këtë punë e patronazhistëve unë e di mirë se kam provuar në lëkurë. Kush është problemi? Se këtu ka 4 vjet që kalon një mashtrim banal I Edi Ramës që patronazhistë kanë gjithë partitë perëndimore. E përdorin favor ato, e përdorin favor. Ri nuk ka problem me këtë. Problemi me patronazhimin është që këta patronazhistë e PS-s kanë vjedhur të dhënat tona private. Pra, kanë futur duart, kanë shkuar në Aksh me një thest madh, kanë vjedhë të dhënat tona private dhe I përdorin vetëm për partinë e tyre. Pra, ka me 10 raste të njerëzve që skanar prej 10 vite Shqipëri. Dhe patronazhisti ka numrin francez të telefonit, hallin që ka adresën e tjere. Kredit. Po, dhe kjo është prova evidente që ai mund ta merrte këtë numër vetëm nga aplikimi që ky qytetar I lirë ka bërë në Aksh. Që me ligje do të jenë sekret. Këtu nuk është puna, krimi nuk është sa I bën patronazhim dhe troket port më port. Krimi është që ai ka futur dorën në privatësinë e 900.000 shqiptarëve të dolën atëre të dhënat, 1 milion gati, dhe I përdor këto për të shantazhuar votuesin, për të parë ke hallti me kempin, ke hallti me bonusin e bebeve, nuk ta japim, do të heqim nga lista, po nuk na dhe votën. Pra ky është krim, ky nuk është patronazhim, se ka ngelur fjala patronazhisti. Patronazhisti është spiuni I lagjes, dikur I sigurimit shtetit, që përdor armën e shtetit për të shantazhuar qytetarën e pambrojtur. Ky është patronazhist. Seb, ti I quan zgjedhje për votime? Në rende autokrate... Jo, pritje, nuk të lëon. Pa më thënë një të parën, nuk të lëon. Në rende autokrate nuk ka zgjedhje. Pra, janë votime? Unë I përmbahem premisës që në rende autokrate nuk ka zgjedhje. Po, se këtë po, dakor. Pra, janë votime? Ka 2 mënyra për ta parë. Ne kemi qef që ta shohim në suazën e perëndimit,
Pra, defaktorizimi i opozitës si në Itali, si u defaktorizua e majta në vitet 2000, por kemi edhe një mundësi tjetër për ta parë, si në vendet e ish bashkimit sovjetik apo ish komuniste, dhe marrim dy raste tjeshta, siç është Hungaria dhe Serbia. Po të lexosh të gjitha studimet që bëhen mbi Hungarinë dhe mbi Serbinë, të dalin në mënyrë eksplicite që janë rende autokrate. Turqim se se futua, por nuk është model tamam. Turqia është model tjetër, është ka... Nuk ka lidhje me Shqipërinë, thuati. Ne mund ta Ne kopjojmë. japojmë më shumë modelit turk apo modelit hungarez? Kam përshtypjen se Treshja e madhe, Rusi, Kin, Turqi, janë treshja e madhe që përhapin atë linjën e një lloj autokracie, populiste, oligarkike etj. Janë tre forma sistemi. Pastaj vendet e tjera fillojnë dhe i kopjojnë secili sipas asaj që do dhe asaj që s'do. Pikërisht, pra, Çdo vend vazhdo argumentin. ka ato të vetat. Duke qenë se Turqia nuk ka kaluar periudhë komuniste si puna jon, ka dinamik tjetër. E kuptova. Prandaj ne shkojmë tek linja putiniste deri diku. Pra Okej. marrim Ti këtë morë rastin linjë. hungarez. Fjala më e dashur për të gjithë liderët autokratë është antikorrupsioni. E kanë shumë qef fjalën E antikorrupsion. vërtet është kjo. Po të shohësh me kujdes, gjëja e parë që bëri Putini është shkoi dhe u mor me oligarkët për të treguar se kush e ka fuqinë e shtetit. E palosi atë, si quhej ai që kishte, si quhej? Kodorovski, po. Gjëja e dytë që bëri Xi Jinpingu në Kinë, shkoi te Jack Maya për të treguar që partia kujdeset për popullin dhe nuk mund të jetë ky i cili t'i pi gjakun punëtorëve dhe të bëhet më i pasur se partia e tjerë e tjerë. Në këtë kuptim, ne kemi rëshkitur tashmë atë që quhet rend autokrat. Evropianët mund ta quajnë si duan dhe demokraci hibride e tjerë. Tani, po të hymë tek loja gjusore, në kohët komunizmit ne përdorim shprehjen jemi diktatura e proletariatit, demokracia e vërtet. Pra ishim edhe diktatura dhe demokraci. Pra, lojra fjalesh mund bëjmë sa të duam. Diafragma e gjuhës shqipe i përmban të gjitha këto për ta thënë dhe për të mos e thënë faktin. Sa i përket rastit të Shqipërisë, edhe për të ndalur tek ajo që tha zoti Bushati, liria në vetvete është të krijosh një alternativë e cila të shkojë në zgjedhje. Pra pam ne që kishim alternativa të ndryshme të cilat shkuan në zgjedhje. Por ajo çka ndodh në rende si ky, kur ti ke mungesë institucionesh, pra zgjedhjet nuk janë thjesht rotacion, pra ikun vjen ti, sepse në këtë përmas fiton Rama. Po, dëgjom, keni mua pse të merrni Berishën, sepse me mua i keni të siguruar të gjitha interesat. Çështja që ne shohim për mendimin tim si problematike në këtë mes është që këtu me kalimin e kohës do dojë edhe shumë pak kohë, pra ndoshta edhe një mandat, dhe ne do të kalojmë në formën më të thjeshtë të mundshme. Të gjithë do të kemi mundësi që të bëjmë tregti, të bëjmë biznes, të hapim me ndërkombëtarët, por regjimi nuk ndryshon më formë e regjimit. Nuk ndryshon më. Po shkojmë drejt një lloj fashizmit të butë, po e quaj në një lloj mënyre. Pra rendet autokrate kudo po ti shohësh, janë drejt një lloj fashizmit të butë. Merr Trumpin në SBA. Ajo çka deri dje ishte e pa imagjinueshme, Proud Boys, këto grupet radikale, qoftë edhe nga Occupy Wall Street-i, sot është normalizuar. Merr Izraelin, deri dje Ben Gviri ishte para 20 vjetësh ishte dënuar nga gjykata për shprehjet për ato që thoshte në publik, sot është normalizuar gjua e urrëties, është normalizuar gjithçka e mundshme. Pra kemi kapërcyer kufirin. Kjo do të ndodhi edhe tek ne. Nuk ka ndodhur akoma, thoti? Jo, ende. Nuk ka ndodhur. Kjo do të ndodhi Ti thua kur ndodh për Ramsin 5 në 2029? Në qoftë se do të shohim këtë trajektore pushteti, do të kemi atë një lloj antisistemi që do të krijohet, një subjekt antisistemi i cili do të godasi fort, por sistemi do të ndihet aq shumë ose më saktë Rama do të ndihet aq shumë i fort, sa që do të dojë të ta krijojë vetë një subjekt antisistem. Sepse është si puna e dikotomis ku besimtari dhe jo besimtari piktakohen për të bërë debat. Dhe ati do t'i duhet se zbën një subjekt antisistem që të tregoj që fuqia e shtetit është shumë e madhe, fuqia e shtetit është e domosdoshme. Pra Putinit i duhet gjithmonë dikush që tjetë armik i brendshëm. Që gjasme e kërcënon. Që do ta kërcënoj. Për shembull, po të marrësh ke kujtimet e Boris Jelcinit apo ke po të lexosh historinë e Rusisë, po marr Rusinë si linjë post-sovjetike. Ke këtë komunistë. Po ç'lidhje ka Rusia me ne, se s'po kuptoj. Është si linjë post-sovjetike. Pra në kuptimin e të qenit pas komunist,
Detyrimisht ai linja pas-sovjetike dhe linja post-komuniste vjen deri në Shqipëri. Në qoftë se në Kosovë ka një linjë ish jugoslaviste, nuk e di se si do e quani, këtë është një linjë pas-sovjetike. Dhe Evropa lindore në strukturën politike që ka ndërtuar, dhe nga linjat e së djathës dhe së majtës ekstreme që ndërton, ndryshon nga Evropa perëndimore. Prandaj marr Putinin si linjë politike në këtë mes, për të treguar që kur duam të themi se jemi perëndimor, shohim Italinë, në vitet 2000 u defaktorizua e majta. Thjesht ne po shkojmë si Hungaria dhe si Serbia. Ndërkohë një sondazh që kishte dalë sot, tani, sondazh është, nuk e di se i kujt është fakt, kishte dalë gjithandej, po unë do ta trajtoj javës tjetër, të s'kishim kohë sot. Nxirrte Orbanin humbës në zgjedhje i do vinë. Pas 4 mandatesh, ë? Shuhen nxjerrin gjithmonë para zgjedhjeve. Shuhen nxjerrin para zgjedhjeve. Por gjithmonë fiton thellë. Bukur. 3 mandate. Ky është mandati 4 në zgjedhje. I Orbanit. Po. Pas ja fjanën Bushatit. Po. Marsit. Je i vetmin ndër të ftuarit që kam sot në studio që nuk na the akoma. Janë zgjedhje apo votime? Thashon, nga certifikimi janë zgjedhje, nga përmbajtja janë votime. Sepse çfarë ndodh? Ndodh që premisa bëhet pasojë dhe pasojë bëhet shkak. Pra pavarësisht që janë gjithë ato parregullsi që tham, ato nuk trajtohen si esenciale, që dëmtojnë thelbin e gjithë procesit madhor dhe çfarë bën kjo i bën që të veniten. Dhe nëse them që janë thjesht votime, fakti që i certifikojnë na bën ta kemi gabim në mënyrë të saktë, në thash mendimin tim. Pra jemi të detyruar të pranojmë që janë zgjedhje, këtë po them. E kuptova. Ledio, tani ky është një moment që ne do bëjmë një pauzë apo jo? Po. Bukur. Xhiro Gjikundi nuk do ikim tani. Më duket. Jo, i mbaruam Xhiro. S'kemi Xhiro. Ne bëjmë një pauzë vogël dhe rikthehemi pasaj sepse tani kam një bisedë që mua më intereson shumë, nuk e di sa intereson Bushati dhe ftuarve të tjerë, Batonit, Sebastianit dhe Marsitit. Le të bëjmë pak fatalist.